përcaktuar nga ekspertët dhe qytetarët. Në këtë program janë 5 fusha strategjike me gjithsej 75 projekte dhe aktivitete të planifikuara. Gjithsej në vlerën 39 milion euro dhe investime për 4 vite të ardhshme. Fusha parë, zhvillimi ekonomik dhe ambienti duke përfshi infrastrukturën, hartimin e dokumentacioneve strategjike. Funksionalizimi i zonës ekonomike në Glavic 37 hektar. Ujë të pishum, cilësor, rrjet kanalizimi funksional dhe menaxhim të mbeturinave. Subvencione për fermer dhe për krahje për bizneset lokale. Arsim gjithëpërfshirës, përfshirjen e të gjithë fëmijën në procesin e edukimit të moshës 9 muaj deri në 3 vjet dhe 3 deri 6 vjeç. Digitalizim dhe pajisjen e çdo klase me teknologji moderne. Bursa për nxënës dhe studentë të dalluar, transport falas nga zonat rurale, kujdes për fëmijët me nevoja të veçanta. Shëndetësi dhe mirëqenie sociale, modernizim i QKMF-s, investimin në pajisje moderne dhe shërbime efikase 24 orë për qytetarët, kujdes për familjet me nevojë, pensionist dhe personat me nevoja të veçanta. Programi Mjeku në shtëpi me shërbime shëndetësore pranë çdo qytetari. Ndërtimi i qendrës për kujdesin e pensionistëve dhe personave që kanë nevojë për kujdes. Rini, kulturë dhe sport, aktivizimi i qendrës rinore, komunale, këshillit të veprimit lokal dhe mbështetje e fuqishme për klubet sportive. Stadium modern, palestër funksionale, aktivitete kulturore për të rinjët. Qeverisje e hapur dhe transparente, administratë transparente dhe efikase. Zero tolerancë për korrupsionin. Po e përsëris edhe një herë. Zero tolerancë për korrupsionin. Do të jetë prioriteti jam. Dhe përfshirje direkt qytetarëve në vendimarrje. Më lejeni të sqaroj se ky program është hartuar së bashku me të gjithë qytetarët e Shtimës. Kemi një muaj që jemi në aktivitete për të njoftuar me kërkesa dhe nevojat e tyre, së bashku me shoqërinë civile, intelektualët, punëtorët shëndetësor dhe të gjithë qytetarët e komunës. Faleminderit kushtet. Faleminderit zoti Ramusa. Ta kaloj fjalën tek zoti Aliu. Zoti Aliu, pse duhet edhe një mandat për juve në krye të komunës së Shtimës? 3 minutë që juaj. Përshëndetje zoti Kushtrem, përshëndetje për gjithë teleshikuesit dhe në veçanti për qytetarët e komunës Shtimës që po na ndjekin. Siç e dini ju, prej Shtimës do 4 vite kanë ardhur vetëm lajme të mira për punë, për transparencë dhe për transformim të qytetit, për cilin kthehemi te sovrani boll hapur me projekte të reja, po edhe me vizionin për t'i përmbyll projektet e mëdha të mira që vetëm janë proces. Arsimi do të jetë normal pika jonë prioritare, kompletimi i infrastrukturës arsimore në komunën e Shtimës dhe mbyllja e atyre që kanë filluar është prioriteti jonë, ndërtimi i shkollës në Vojnovc, menu të shëndetshme për fëmijët në Përçerdhe, mësim gjithditor pilot projekt duke filluar çdo vit me nga një shkollë dhe pakomatura e pajisje me smart board do të jenë premtimet tona për shëndetësi. Për arsim, po mendoj, në shëndetësi, përfundimi i ndërtimit të entit special dhe qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ndërtimi i qendrimit ditor për të moshuar dhe ata me nevoja të veçanta, baby box për çdo fëmijë të lindur në komunën e Shtimës, 24 orë shërbime paliative për të gjithë ata që s'kan mundësi të vinë fizikisht në qendrat e mjekësisë, borna falas për pensionistët do të jetë një pako për t'i mbështetur ata, ofrimi i shërbimeve të reja si logopedi, psikologji, fizioterapi, po dhe punëtor social dhe digitalizimi i shërbimeve në shëndetësi. Në zhvillim ekonomik kemi trafikun urban, që do të jetë inovacion, funksionalizimi i plot i zonës së dytë ekonomike, që jemi në fazën përfundimtare të saj, dhe brenda vitit parë do të funksionalizohet, ndërtimi i transmisionit 110 kV veçantë për komunën e Shtimës, master plan për zhvillimin e agroturizmit, hotelerisë dhe blegtorisë edhe turizmit, si dhe ndërtimi i infrastrukturës përcjellëse për gjatë korridoreve Shtime-Ferizaj dhe Shtime-Lipjan. Në kulturë do të rivitalizojmë të gjitha terrenet sportive që janë në përfshatra dhe në lagjet e komunës,
ndërtimi i qendrës kryesore